Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot do ju tregoj një nga mënyrat më të thjeshta të përgatitjes së petullave pa mbukë të buta që nuk përthithin as pak vaj. Mund t'i përgatisni për çdo vakt, janë të përshtatshme dhe për t'i marrë me vete në punë ose në shkollë. Unë juftoj të qëndroni me mua, t'i përgatisim bashkë, pasi nuk do ju marrin as pak kohë. Shikoni pak sa të mira që jam bërë. Në një enë kam shtuar 250 ml qumësht të ngrohtë, një lugë gjelle maja buke, një lugë çaji sheqer ose mjalë që ndihmon për të aktivizuar majan. E përzihem për pak dhe më pas vazhdojmë duke shtuar një vezë. Vazhdojmë përzierjen. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni I ri në kanalin tim, juftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë re të postuar. Do vazhdoj me masën e miellit, rreth 500 gram miell. Nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është mielli që ju përdorni, mund ta shtoni atë pak e nga pak duke punuar masën. Diku nga mesi I punës shtoni një lugë çaji krip. Vazhdoj me punoj me dorë derisa të na formohet një brumë elastik I butë, por jo I ngjitur. Shtojmë pak vaj në sipërfaqe, e mbuloj me një qese kuzhine dhe më pas me një pecetë të pambukët dhe do ta lëm të pushoj për rreth 1 orë. Sa më shumë, aq më mirë. Unë e kam lënë vetëm 30 minuta pasi nuk po prisnin më në shtëpi, kështu që më duhet t'i përgatisja shpejt dhe pasi është gati dhe masa është dyfishuar, atëherë do ta vendosim në tavolinën e punës. Do shihni që pasi ka pushuar, masa bëhet pak e qullët, por mos u shqetësoni. Mund të shtoni pak miell dhe ta punoni atë lehtë. E hapim në formën e një pete, as të hollë dhe as të trash. Mund t'i jepni formën sipas dëshirës. Mund t'i prisni me thikë në formë katrore ose me ndihmën e një gote, siç zgjodha unë, më e thjeshta. I presim në këtë mënyrë dhe me brumin që tepron do ta hapim përsëri në mënyrë që të mos shkojmë dëm asnjë pjesë të masës që përgatisim. Ndërkohë kemi vendosur edhe vajin në zjarr në mënyrë që të nxehet. I vendosim, I skuqim në vaj të bollshëm, më falni, dhe në momentin që do t'i vendosim në tigan, e ulim zjarrin dhe I skuqim në zjarr mesatar ose të ulët, duke I kthyer her pas here. Do shihni që ato do fryhen direkt, madje ato kthehen edhe vet dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbarojë masa. Shikoni pak se sa ngjyrë të mirë që marrin dhe është e habitshme sepse vërtet nuk përthithin vaj. Do shihni që masën e vajit që do shtoni në fillim, po ai vaj do teproj edhe në përfundim të tyre. E mira e këtyre petullave është sepse mund t'i konsumoni si me të ëmbla, ashtu edhe me të kripura. Qëndrojnë të buta edhe kur ftohen, prandaj janë një ide mjaft e mirë për t'i marrë me vete në punë ose në shkollë. Nëse nuk keni kohë ose nuk presin derisa të pushoj brumi, mund t'i përgatisni që në mbrëmje vonë dhe ta lini brumin në frigorifer dhe në mëngjes ngriheni menjëherë dhe mund t'i skuqni pa ju dashur që të prisni. Unë e bëj shpesh herë këtë gjë, por këtë radhë nuk arrita dot që t'i bëj deri që në darkë dhe I përgatita para se t'i konsumonim, por kjo është një mënyrë mjaft e mirë. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, është kënaqësi e madhe për mua të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Mund të ma shkruani në koment. Dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit.